Aksident, dhunë në familje, shkelje dënimi janë disa nga veprat penale që kanë kërkuar ndërhyrjen e policisë së Lushnjës. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin BB 19 vjeç, banues në Lushnjë, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me motomjetin që drejtonte shtetasi LB 45 vjeç, banues në fshatin Pluk. Si pasojë, është dëmtuar shtetasi LB, i cili u trajtua nga mjekët. Gjithashtu policia Lushnjë arrestoi në flagrancë shtetasin PT 49 vjeç, banues në fshatin Goriçaj, pasi u kap jashtë banese, ndërkohë që ishte me mas siguri arrest në shtëpi për veprën penale dhuna në familje, dhe e referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin SHP 51 vjeç, banues në fshatin Dushk, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj djalit të tij. Kurse policia e Divjakës referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për 2 16 vjeçar, banues në fshatin Zharnec, pasi dyshohet se kanë vjedhur një motomjet në fshatin Muçias, dhe referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MT 51 vjeç, banues në Divjak, pasi ka shkuar te banesa ku jetojnë 2 fëmijët e tij të mitur, ndërkohë që ata janë të pajisur me urdhër mbrojtjeje ndaj 51 vjeçarit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.